Heidelberg. E bukur është kur në fakt vjen në Zvicër, aq më tepër në kantonin e Bernit, por ndryshe dy dizajnere, dy motra, kanë mendu që traditën tonë, traditën familjare, ta sjellin edhe ta hapin këtë atelier, por edhe një mini lokal mrenda për mrenda këtij vendi. Unë do të takona tani këto momente bashkë me Vlorën dhe me Merin, hapja e lokalit, hapja e kësaj atelieje veç është sonte, unë jam pjesë e tyne, uroj dhe besoj se diçka të bukur do t'ju sjellim, por e veçanta e krejt kësaj është një lehtësim shumë i madh, sidomos për ju vajza të reja të cilat fakt doni më bonuses këtë vit, e jani, edhe nuk keni nevojë mu lodh marrë drejt Kosovës me mendu se çfarë do të veshni në natën më të rëndësishme t'juaj, të Kanaxhegjit juaj. Për shkak se dimijat e dollamat e gjitha këto, sidomos janë për natën e Kanaxhegjit. Kështu që edhe për natën e dasmës ka zgjedhje lokal në Alt. Mirë se ardhët tek Vlora dhe Meri sonte. Kam të ndisur një qami, je me shtonja
zonja jama e opama Rëpem zonja në mesaj valon Unë që 36 vite në Zvicër, unë këtu e shoh një kulturë e cila për herë të parë vjen në regionin tonë, në kantonin e Bernit, posaçërisht në pjesën e Mentalit, në fundin e pjesës të Mentalit, do të thotë në Kirberg të kantonit e Bernit, mund të them është një nostalgji për mu, sepse që sa vite në Zvicër, ku dikom plus minus 2 milioni shqiptarë që jetojnë, kulturën e vetë dëshirojnë ta kenë edhe në vendet ku janë mas afërmi. Ty duket sot dita Sot po m'duket shumë mirë, më vjen shumë mirë që shumica e musaferëve që janë për gjitha kantoneve të Zvicrës dhe e kanë pa të arsyeshme që të vinë ta vizitojnë pjesën e Mentalit, ta vizitojnë një vend ku do të paraqiten dy kultura. Unë e kam parë që do të ketë edhe fustane të modern, të moshës re, mirë po do të kenë edhe nga kultura e jonë e vjetër shqiptare që do t'ja prezentojmë trive dhe trejave. Ka vite që e njoh Vlorën edhe ja njoh punën e saj edhe o dufta edhe ma herë me bo kjo këto, po që erdhi momenti tash me bo diçka shumë bukur. Nuk dyshojnë do hi se ja njoh punën që e bën edhe sigur jam që kam arrit, kam pas sukses. Është një lehtësim i madh për juve sidomos të gjinin femnore? Absolutisht. Kjo është që ka bërë Vlora sot është me të vërtet një fantazi, po ashtu me motrën e vet. Megjithatë kur e din që çfarë duar ka Flori, vjen pa pikë problemi, sidomos për neve që jemi këtu në Kurbet, duhet marrim kilometra për të shku me ble fustona ose kalojnë kohët e ditët, kurse këtu e dim që vim me termin si që kemi në Zvicër, po e dim që edhe këshillohemi nga një shitse goxha e mirë. Çu blok ky muze? Fjala bukur, me të vërtet është një muze. Nuk ma ka marrë mendja, unë Vlorën e njoh që disa vite. Ideja që ajo punon, që si që thash edhe më parë, duret i ka Flori, po për që arrin deri këtu, është një fantazi. Ma mërmenja që edhe në Kosovë nuk është një gjë e tillë. Është me të vërtet shumë bukur dhe suksese ju urojmë. Diçka unike, s'ka fjalë. Tu e njoft mirë dhe Vlorën, e kam pak a shumë e kam imagjinu që mund me konë ky koncept shumë i mirë, sidomos në Zvicër me arrit këtë koncept është diçka tepër e veçantë, ju uroj gjitha sukseset, më pëlqej pjesa e fustanave gjithë, po këto është pak më moderne, me sidomos kjo pjesa tradicionale të neve shqiptarë që na prek shumë, është diçka tepër e veçantë. Edhe vlerësoj tepër, ju uroj suksese, mirit dhe Vlorës. Për neve shqiptarë që jetojmë këtu në Zvicër është një avantazh shumë i madh, një arritje tepër e madhe, një lehtësim sidomos më me thonë, dhe mos t'i humbni këto traditatet tona. Unë mendoj se është shumë diçka e qellueshme. Unë Vlorën e njoh që se jam këtu në Zvicër, mund të them, edhe Vlora gjithmonë ka qenë kreative, talenti i saj dihet. Unë personalisht kam shumë garderobë që domethënë kanë ndihmu Vlora për dukjen time në ahengjet e ndryshme. Vlora e ka realizu vendin e vetë dhe për neve që jetojmë këtu është shumë një lehtësim se përpara kemi shkuar në vende ndryshme për ta kompletu garderobën tonë, ndërsa tash e kemi këtu. Këtu dihet ne jemi shumë shqiptarë në Zvicër, ku mund drejtohemi këtu, edhe e veçanta është se Vlora i ka tash edhe veshjen kombëtare, ku në Bern ose në kantonin e Bernit ka shumë shoqata, që tash nuk duhet vim në Kosovë ose në Shqipëri për t'i furnizuar, po e kemi edhe një vend ku mund të orientohemi. Kështu që për neve është shumë një lehtësim i madh, për Vlorën ashtu pse ka realizu ëndrrën e saj, edhe besoj që Vlora ka me pas shumë sukses në të ardhmen. Unë kom pas fustanat të Vlorës, që i ka dizajnu për mua, jenë konë perfekt për nusën teme, edhe punën që bën Vlora është perfekt. Ëndra Vlorës u realizu ma në fund, është lehtësim për gjitha gjinit femnore, vajzat, nuset, mosha jonë e pjekur pak.
edhe është një diçka shumë e mire për neve. Ich finde es wunderschön, dass man einen Familienbetrieb weiterführt. Das Grossi, das mit dem angefangen hat und Töchter, die das weitermachen. Und ich bin eigentlich da reingekommen und muss sagen, die Räumlichkeiten sind wunderschön. Ich finde es so schön, wie man es trennt, die traditionellen Kleider und die moderne Kollektion. Ja. Që shi do këtë veshët tonat me Zvicrës. Ju duken që veshjet tona tradicione ju duken më bukur, kanë vizlime, ngjyrat, ideat ju duken të veçanta sa Për neve ishte kënaqësi që ishim të ftuar në promovimin e këtij ambienti kaq të ngrohtë ku promovohet kultura shqiptare, ku na kanë sjellë një copë Kosove, një copë Adreo në vendin e Zvicrës, kështu që vërtet jemi ndjej shumë të ngrohur dhe jemi ndjej sikur në familjet tona. Edhe dash Zotit që kenë punë të mbarë dhe një vit të suksesshëm. Sot kam përfaqësuar grupin Rapsodet nga Gjeneva. Jemi kolegë, edhe pse unë i përkas edhe një shoqërie tjetër kulturore, por sot vërtet jemi shumë të nderuar dhe të kënaqur për arsye se neve kemi bashkëpunime shumë të mira dhe sot është një ndjenjë veçantë për arsye se jemi mësuar të japim koncerte apo programe në manifestime për 17 shkurtit 28 nëntorit, kemi qenë edhe të ftuar në përdarsma, por me një ambient kaq të ngrohtë dhe të veçantë, kur sot nuk na ka ndodhur edhe aq shumë shpesh, por vërtet jemi të pasionuar me punën dhe dizajnin shumë artizanal që janë duke bërë diçka unike dhe po shpresojmë herave tjera që bishemi me këto veshje dhe ti promovojmë vetë duke kënduar dhe duke vallëzuar në ambiente të bukura ku promovohet gjithmonë kultura shqiptare. Është kënaqësi se këto momente mbas gjitha deklaratave, gjitha asaj atmosfere që e pam të hapja, unë i kam pranë vetes së Vlorën edhe Merin, përndryshe është kënaqësi që jam pjesë e juja sot, aq më tepër një ëndër e kamëndshme e juja, një amanet i asaj nane që është në fotografi ndrapa juve, që u realizu edhe ju arritët që midis Zvicrës me pas një atelier tillë ose më mirë me thonë një muze tillë se brenda kësaj që po e shohim edhe që e kam pa edhe shikursit, është një muze në veti, por edhe një lokal biznesi është në katin e lartë, por duke mos e harruar sepse katin e tretë është edhe Roba Qipësia, ku në fakt ju dy atë nuk naleni asnjë minutë asnjëherë. Kënaqësi është që jemi bashkë. Ne jemi 6 motra, të rritne me punë dorë, të rritne me ari, të rritne me veshën kombëtare, edhe që sa vite jemi në Zvicër, kemi punu, kemi rritë fëmijë si kretë gratë shqiptare që janë këtu, edhe gjithë me ëndrrën që ta bim punën e nonës, të bim ato durë të arta me shkëlqy edhe këtu. Edhe më në fund, vendosëm e arritëm qëllimin, me ofru kretë nuseve, të aty në nuseve që nona jonë e ka knaq në atë kohë. Se kemi punu për shumë nuset Kosovës, sidomos komunën e Rabecit kreti ka bënë nona jonë me neve bashkë, edhe tash të mundsojmë ato nuse, mi knaq nuset e veta me të njëjtën punë, me të njëjtën tradit, edhe ta prezentojmë vetë vetën, ta prezentojmë këtë bukuri që e kemi si popull trashëgim. Kur jemi këtu të ky vend, ky ambient ku është, sa është dashur më punu, domethënë për mu realizu komplet e gjithë kjo? Për këtë punë janë vite që e kemi pa kretë atelien këtu poshtë, që prezentohet punat trashëgimia këto kulturore, janë 2 vite të mira punë këtu të investu me pundore. Për të atelien e eltë janë 3 muaj punë, që kemi punu ditë e natë për me arrit këtë hapje kërë morëm lokalin. Ku ju flenë zemra ma shumë? Në ta poshtë? Të dyjat. Këto a kemi bërë që moti, po dhe fustana nona ka kep, kemi kep motrët, kemi kep na, edhe motra e kryti për dizajnë të cyre, pak ma u bo profesioni pak ma i përsosur edhe kështu vazhdojmë me modelet tona, shpresojmë që edhe për diasporën e kemi lehtësu këtë punë, se kemi pasionet më afër, sa kemi më mundu me gjithë shpirt e zemër. E përmendi që për diasporën më afër.
e di se qa heken dhe më thonë për marrë me bu për zgjedhin qovë dimijave, qovë dëllamave, qovë veshjeve kombëtare, po edhe të fustanave, kështu që një lehtësim shumë i madh ka, është ofru përgjithësi se Zvicra nuk ka 3 orë kema prej Gjenevës deri këtu për me ardhë 3 orë gjithë, kështu që nuk është larg domethënë vija irone që mund marrë me post zgjedhjen te ju. Po unë që sa vjetë kom qep për rrethin e ngushtë, për shoqënin, edhe mu kanë lutë klientët që ta hapin e dyqan që t'ju ofrohet mundësia me ardha dhe me zgjedh. Jo vetëm me porosi, me prit, se unë kur punojsha 100% ato bësha si pasion mas orarit punës, edhe aq të kënaqshëm janë kon me punën që kanë kthyer ndasëm si me një këmish natë, edhe nuk më kanë largu mua dhe më kanë lutë ditë e natë që t'ju ofroj këtë mundësi me hapa edhe këtu, që me ardhë shpejt e shpejt. E përmendet motra, gjitha janë në këtë zanat, që këtë profesion? Motrat? 6. Dhe tonë, ju po kepshit fistona për motrat Mustafa, ato po knejsh. Edhe nusja vllaut, edhe qikat e vllaut. Dhe tonë, bravo. E lab ku takimet lene, qiken e kom vajza ime është në 14 vjetë që a zgjedh me stilin ma të mirë në shkollë. E kjo është dishka me të lene. Dhe më thonë, kur e dënë, edhe për fillimi, dhe më thonë, ushqesh me që ata, dhe më thonë, brez pras brezi, dhe më thonë, juve veç ju ka trashëgu, dhe më thonë kja. A pretin që kene me pas punë, a pretin që ka me qenë, dhe më thonë, jo vetëm klientela e Kosovës, po ka me pas edhe klientel të huj, sepse unë bashkë të Zvicran ka gjë shumë këto. Po me lavdotat që kemi marrë për teshat kur e veshim, se zakonisht teshat për dalje, ose e ndryshojmë ose i qepim vetë. Me lavdatat që kemi marrë dhe me pyetjet se ku i keni marrë, e kam fituar besimin që keme pas punë. Keme pas punë. Dhe sidomos që jemi... Edhe të që ju shohim sot, jo në tjujat, apo? Prodhemi ju, bravo. Mu po m'vjen mirë edhe uroj edhe besoj që kam shku mirë edhe m'barë. Po juve dyja emocionali, forca, në anën tjetër e duni falenderim shumë të madh për familjet e juja që pa marrë parasysh ata që ndrojnë brapa juve dhe janë motivi kryesor për me vazhduar punën. Motra ka gjithë një shprehje thotë çoj se bashkimi e bën fuqinë. Po edhe të shitja këtyre teshëve në Zvicër për ne shqiptarët janë shumë tradicional, shumë e dojnë traditën. Edhe besoj që edhe bashkimi i shqiptarëve ka më na dhënë edhe neve fuqinë, me punu më shumë, me ofru më shumë, me kënaq më shumë.